5 parti politike, duke përfshi Partinë Demokratike, Nismën, Listën Serbe. Unë nuk kam marrëveshje me Listën Srpska, nëse e ke pa, duhet me dokumentu. Të është votu zoti Besnik Osman, është një koalicion në heshtje. Të jenë bo një koalicion interesave të ngushta, ku është ndo pushteti 50-50. 50-50 në gjitha investime kapitale, 50-50 në drejtori, 50-50 në punësime. Pushteti me kanë valën? Me 5 parti politike, duke përfshi Partinë Demokratike, Nismën, Listën Serbe, manej PLN, janë 5 subjekte politike që garoj me neon, kurse unë jam në anën tjetër bashkë me zonjën Vildane Latifi. A ke ti koalicion me diken? Kam me zonjën Vildane Latifi, kandidatë për Aleancën e Ardhërisë së Kosovës. Me akën. Edhe me Partinë Demokratike të Shkalive të Kosovës, kemi para zgjedhor. Okej. Urna Besnik? Besnik, qoj mikrofonin? Me nuk është për pushtet, është për marrëveshje për qeverisje gjithë përshërisje efektive, sepse komuna e Fushë-Kosovës o rritë shumë, tashmë po i ofrohet praktikisht numër për 100.000 banorëve, ka fuqi për fuqi politike, na i pam numrat në asamblen komunale, nuk do të ketë mundësi asnjë anë për partive tjetë vetëm në kuvende komunale do të marrë vendime të rëndësishme, prandaj kjo është qeverisje. Sa i përket partnerve, kundër kandidati është shumë korrekt, po unë nuk kam marrëveshje me Listën Srpska, nëse e ke pa, duhet me dokumentu. Në komunën e Fushë-Kosovës nuk mund të faktorizohet Lista Srpska, na nuk kemi Lista Srpska, mos të bëjmë të rëndësishëm ato që nuk kemi nevojë me botë të rëndësishme, e di çka po do me thonë, po do me folë për votat e Kuzminit. Koha. Ndëruar, Lista Serbe ka marrë për asambli komunale votat me shumicë në lokalitetet ku jetojnë. Aty është votu zoti Besnik Osman, është një koalicion në heshtje. Se sa kanë marrëdhënie këta me Listën Serbe, është e dokumentuar. Janë me qindra bursa që jepen për studenta të komunitetit serb, cilët nuk e pranojnë Republikën e Kosovës. Janë me Kosova me të hi me diploma. Do të thotë, kjo është lidhje vjetër mes tyre, si do që tjetë. Vetëm vitin e fundit janë dhënë 850 bursa. Për ty ne do të natyrisht shumica shqiptar, ka edhe rom, edhe ashkali, edhe egjiptian, edhe serb, gjithë kanë letërnjoftimet e Republikës Kosovës, thatë janë qytetarë të komunës së Fushë-Kosovës, unë kur nuk të ndaj para ligjit, ata do të jenë të barabartë. Ke bo shkelje. Ata janë të barabartë. Një qytetar i cili është i regjistruar në universitet në Republikën e Serbisë, jeton në Republikën e Kosovës, ka letërnjoftimin e Republikës së Kosovës si një student që punon edhe studia në një shtet tjetër, ka të drejtën si qytetari i komunës së Fushë-Kosovës, njësoj si ai që merr në Gjermani, në Angli, në Austri e në Shqipëri.